بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد من الله مشروعset më shërbërësit falënderimet e takon Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë dhe për ti ndihmë dhe falje kërkojmë Allahut Azza wa Jall të na ruaj nga e keqja e vetëve tona dhe e punëve tona. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër më drejt përveç Allahut Azza wa Jall dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Në vim tema e sotshme do të jetë me ndihmën e Allahut Azza wa Jall bab salatul Eidain, pra namazi i dy bajrameve. Është quajtur fest sepse ajo i rikthehet dhe përsëritet, pra festat janë të vjetra në botë dhe për çdo eveniment, për çdo rast të madh, ata kanë vendosur për veten e vet e tyre që ta quajnë si fest për kujtim dhe shfaqin në të lloje të ndryshme gëzimesh, nga që këto feste janë të vendosura nga vetë ata dhe kështu që ata s'kan gëzim tjetër vetëm atë gëzim i cili është i shfaqur nga jashtë, pra me veprime të dukshme dhe me ushqime që hahen pikërisht në atë lloj feste, si për kujtim për atë gjë që vendosin ata. Por një ndryshim të madh me umetin e Muhamedit alayhi salam, sa Allahu Azza wa Jalla dha këtij umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dy festa të cilat janë bajrami i madh dhe ai bajrami i vogël. Bajrami i madh i cili lidhet me kurban bajramin, pra me therrjen e një kurbani, kurse ai i vogël i cili lidhet me muajin e Ramazanit, me agjërimin e tij, dhe në fundin e këtij agjërimi atëherë është kjo festë e cila pra bëhet pikërisht në ditën e fundit. Besimtarët aty festojnë me gjërat lejuara dhe të ndryshme, afrohen tek Allahu Azza wa Jall me adhurime si falënderim në këto festa për Allahun me çka i ka bekuar me këto të mira, si lehtësimi i agjërimit të muajit të Ramazanit, lutja që i drejton Allahut Azza wa Jall për t'ia pranuar atyre. Po ashtu në bajramin e madh ata shpresojnë se dhe i kërkojnë Allahut që të lehtësojnë atyneve, pra njerëzve, që të bëjnë kurbanin dhe të therrin diçka për hir të Allahut Azza wa Jall, duke afruar atij për hir të Allahut dhe të sinqert për të. Gjithashtu kryerja e haxhit, e cila ndodh pikërisht në këtë bajram, dhe adhurimet e cilat pra bëhen në pelegrinazhin në vendin e Mekës, dhe në ato ditë të cilat banorët, njerëzit që shkojnë për të kryer haxhin, kryen adhurime të ndryshme, kurse ata të cilët nuk munden që të shkojnë atje, adhurimi më kryesor është pra agjërimi i ditës së Arafatit, dhe pastaj të gjithë festojnë në ditën pra kur janë në Mina, ata të cilët janë në haxh, në ditën pra e 10, kurse ne të cilët pra nuk kemi shkuar, ata që nuk kanë shkuar, pra ato bëjnë bajramin pra duke therrur kurban dhe duke falur namazin dhe duke festuar me njerëzit e tyre. Gjithashtu nga dobit e këtyre dy festave të cilat janë festat tona është se Allahu Azza wa Jall ligjëroi për ta bashkimin për të falur namazin e dy bajrameve bashkërisht, pra të gjithë njerëzit bashkë, qofshin gjënia femërore, qofshin dhe gjënia mashkullore. Dhe nga dobit që ka kjo lloj falje, pra në një grumbullim kaq të madh dhe në një vend të hapur, është se në të njihen dhe gjithashtu mbajnë lidhjet midis tyre, po ashtu urojnë njëri tjetrin, gjithashtu duhen dhe tregohen të dashur me njëri tjetrin. Pra festat tona kanë kuptim tjetër, pra adhurim tek Allahu Azza wa Jall në çdo veprim tonë. Gjithashtu arritja dhe veprimi i këtyre veprimeve që kryhen në këto dy bajrame janë të mira, të cilët i kthehen në dunja dhe po ashtu të mira që kthehen në ahiret.
Gjithashtu tregojnë qartë se Islami është rregull i zbritur nga Allahu Azza wa Jall për të mirën e njerëzve dhe për t'i kënaqur ata. Imam Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, ka thënë për rreth këtyre dy bajrameve dhe rregullat e kësaj feste dhe ka thënë: ishte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam që i falte të dy bajramet në vend faljen e saj, pra që quhet musalla, dhe jo në xhami, po vend i cili përcaktohet vetëm për të fal namazin e bajramit, një hapësirë, pra një vend i hapur, i gjerë ku në të mblidhen të gjithë njerëzit. I ka fal gjithmonë në të bajramet, përveç se një herë të vetmen të cilën e ka fal bajramin në xhami, sepse binte shumë shi. Ishte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam që vishte rrobat më të bukura që kishte dhe hante para se dilte për tek vendi i faljes në namazin e bajramit të vogël hurma me numër tek, kurse në bajramin e madh nuk hante para se të dilte, por se hante nga kurbani që priste. U lante për të dy bajramet dhe dilte për tek vendi i faljes në këmbë dhe kur arrinte tek vendi i faljes fillonte direkt namazin pa ezan dhe pa ikamet, dhe as nuk e ka përmendur thënien salatul jamia, pra namaz i përgjithshëm, namaz xhamat. Kjo është pra bidat nëse përdoret. Mbasi kreu namazin u drejtua njerëzve përballë tyreve dhe filloi t'i ligjëronte atyre rreth fesë. E fillon të hutbën me fjalën Alhamdulillah dhe e ka lejuar për atë që e fal pra namazin dhe nuk don që të pres për të dëgjuar hutbën e imamit mbasi fal namazin e bajramit, që të largohet, se gjykimi i saj në fen tonë është sunet, është e mirë dhe traditë e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që dëgjohet, por se lejohet për atë person i cili pra që nuk mund të pres për arsyet e tij që të dalë dhe të vazhdojë. Gjithashtu është sunet që të shkojë në një rrugë dhe të kthehet në një rrugë tjetër. Pra, kjo është fjala e Imam Ibn Qayyim al-Jauziyes, ku rregullat të cilët pra i përmendëm më lart janë ato të cilët ndiqen në faljen e dy bajrameve. Gjithashtu ka thënë Imam Ibn Daqiq al-Eid, nuk ka kundërshtim se namazi i dy bajrameve, pra falja e tyre, tregojnë se janë pra nga Islami, janë nga shenjat që tregojnë pra krenarinë e këtij Islami dhe gjithashtu nga gjërat e kërkuara nga Allahu Azza wa Jall, dhe s'ka justifikim në lënien e saj përveç seve atyre personave që janë justifikuar në sikurse dihen pra dhe për faljen e namazit fars. Ata që s'mundën të prezantojnë në faljen e namazit fars, po ashtu pra janë të justifikuar të mos prezantojnë pra në namazin e faljes së ditës së bajramit. Namazi i parë që e ka falur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është falja e namazit të bajramit të vogël në vitin e dytë të hijretit që ka bërë i dërguari i Allahut nga Mekka në Medina. Pra ky është namazi i parë që ka falë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ka ndodhur në vitin e dytë të hijretit dhe bajrami që ka qelluar me fal ka qenë bajrami i vogël pas agjërimit të muajit Ramazanit. Këtu shkurtimisht pra mësuam se si veprohet në faljen e këtij namazi dhe disa rregulla të shkurtra të cilat pra lidhen me adhurimin e këtij namazi. Adhurimet që kanë këto dy namaze. Dhe këto janë pra ato rregulla që i ka përcjellur Sheikh pra Abdullah al-Bassam, Allahu a mëshiroft. Dhe rikthehemi tek hadithet të cilët ka përcjellur Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, Allahu a mëshiroft, për këtë temë, dhe ka thënë se hadithi me numër 138. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. رواه البخاري ومسلم. Pra është transmetuar nga Abdullah i biri Umerit, Allah qoftë i kënaqur nga të dy, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte që vepronte, po ashtu dhe Abu Bekri, po ashtu dhe Umeri
që falnin namazin para hutbes. Pra hadithin e transmeton Imam Buhari dhe Imam Muslim. Në këtë hadith kuptohet se veprimi i parë që bëhet është pra shkurja në xhami për imamin, më flasim, dhe futet direkt në namaz pa thirrur ezan dhe pa thirrur ikamet. Në çastin e parë që prezanton imami, ai shkon direkt tek vendi ku hyn imami dhe fillon namazi i Bajramit. Argument për këtë pra është hadithi të cilin sapo e lexuam. Hadithi me numrin 139 është hadithi i cili transmetohet an Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qal خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار قال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة فقال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. رواه البخاري ومسلم. Hadithin që e transmeton Bara ibn Azib, Allahu qoftë i kënaqur nga të dy, se ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na mbajti ligjëratën për hutbën e Bajramit mbasi u fal, në ditën e Bajramit të madh të Kurbanit, dhe mbas namazit u drejtua tek ne dhe tha: kush falet si ky namaz dhe kush e therr Kurbanin ashtu siç ne, atëherë e ka qelluar të vërtetën dhe të drejtën. Dhe kush vepron ndryshe, duke e therr Kurbanin para namazit, ai person nuk ja ka qelluar dhe nuk ka vepruar sakt. Dhe Abu Burda ibn Niyar, i cili ishte daja e transmetuesit Bara ibn Azib, i tha: o dërguari i Allahut, unë veprova ndryshe, e thera Kurbanin tim para namazit dhe e dija se kjo ditë pra është ditë e cilën që në të hahet dhe pihet, dhe dëshiroja që Kurbani im të ishte gjë e parë me cilin pra shtëpia ime, njerëzit e shtëpisë të hanin për saj. Dhe hëngra para se të vijë në namaz. Dhe i tha i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam: ky Kurban është thot mish si mish i përgjithshëm. I tha: o i dërguari i Allahut, unë kam një kec të cilën e dua dhe nuk është pra në moshë të madhe. A bën për ta therrur sepse nuk kam tjetër përveç ti? I tha: po, por se kjo është vetëm për ty dhe për askën mbas teje. Transmeton Imam Buhari dhe Imam Muslim. Pra, ky hadith na orienton dhe na mëson se diçka shumë të rëndësishme e cila është se feja islame dhe shariati me cilin ka zbritur i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam nuk ndryshon për askënd. Dhe ato janë rregullat qarta, qoftë halali, qoftë haram. Edhe kjo përfitohet nga përgjigjja që i dha i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam sahabiut se ai kishte vepruar ndryshe nga ignoranca. Dhe prap, dhe pse ishte ignorant dhe ishte nga padituria, i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam nuk e justifikoi dhe nuk i tha atij se s'ka gjë, pa problem. Por se e mësoi atë duke i thënë se atë që ke bërë është në kundërshtim me rregullat e kësaj dite, por se është e vlefshme si mish i cili pra han ti në çdo ditë tëndën, por se për këtë ditë duhet që të theret mbas si fal namazin e këtij Bajrami ose e kësaj dite. Ndaj, sahabiu i nderuar u drejtua duke thënë se unë kam një kec, por ai nuk ka mbushur moshën dhe unë e dua shumë.
ata veproi, pra ata therë këtë për këtë ditë, i tha po, dhe kjo nuk është për askënd përveç teje. Pra, këtu përfitojmë gjithashtu dobinë e dytë se keci nuk duhet të jetë 6 muaj siç është qingji ose dashi ose delja, por se duhet të jetë 1 vit e lartë. Duhet mbushi 1 vit e lartë. Po ashtu një dobi shumë të rëndësishme marrim nga ky hadith është se ne dhe kjo rrugë të cilën na e ka sqaruar dërgumi i Allahut sallallahu alaihi wasallam na mëson se nuk duhet të veprojmë siç veprojnë disa pseudo hoxhallar të cilët kanë zaptuar xhamiat dhe kanë zaptuar minberet e diturisë me demek dhe flasin për fenë e Allahut azza wa xal si duan ata. Dhe kur njerëzit i drejtohen atyre me pyetje, ata e shtrembrojnë përgjigjen dhe e nxjerrin nga konteksti fetar dhe i japin një përgjigje sipas endjeve të veta. Dhe kjo është një cilësi të cilën pra Allahu i kërkojmë që të na ruaj. Sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e justifikoi veprimin e sahabiut, por as nuk u tall me të, por se i tregoi atij gjykimin me të cilin pra ka ardhur feja jonë. Njeriu nuk duhet veproj me ignorancë, por duhet pyes përpara se të veprojë. Dhe këto njerëz të cilët pra kanë zaptuar xhamiat dhe janë imam të këtyre xhamieve, nuk e meritojnë as pak, sepse atë vend, dhe sepse ato nuk përpiqen që t'i mësojnë të tjerët, nuk i mbajnë mësime të rregullta, ose nuk përpiqen për t'i mësuar të gjitha kategoritë të cilët prezantojnë në xhamia. Kategoria e djelmoshave ose e vajzave të vogla, pjesa e rinis, pjesa e vajzave të cilët janë në moshë, gjithashtu pjesa e tretë të cilët pra janë prindrit tanë, të cilët dëshirojnë që të mësojnë fenë Allahut azza wa xal, por se nuk kanë se si të arrijnë atë nëpërmjet tyre hoxhallarëve, të cilët s'përpiqen as pak për t'ju afruar Allahut, për t'ju afruar këtyre njerëzve atë nevojë të cilën e kanë aq të madhe, e cila është pra largimi i ignorancës dhe ta zëvendësojnë atë me diturinë e saktë dhe të vërtetë. Ndaj, ne na del si detyrë që ti sqarojmë njerëzit kur ata pra na pyesin për diçka dhe na dhëm shpirti për atë metodë dhe atë mënyrë të cilën ata kanë zgjedhur për ta përcjellur dhe për t'i përgjigjur njerëzve të cilët kanë nevojë për pyetjet e veta. Kur ata njerëz i drejtohen tyre hoxhallarëve për të mësuar fenë e Allahut azza wa xal, për të mësuar gjykimin e vërtetë, të cilën ata nuk e dinë, ti fare mirë mund t'i drejtohesh atyneve duke ja saktësuar qoftë pyetjen dhe duke ju përgjigjur atij pyetësi ose asaj pyetësie me atë dituri të cilën pra e ke detyrë t'ja japësh tjerëve, sikurse vepronte Imam Albani, Allahu e mëshiroft, të cilit sa herë u drejtoheshin pyetje dhe shikonte që pyetja ishte gabim ose kishte nevojë për t'u plotësuar ose për t'u saktësuar, s'pari merrej me pyetjen dhe pastaj i jepte atij përgjigjen e duhur dhe të dy palët pra ikshin të lumtur, shkputeshin të lumtur, qoftë pyetësi i cili merrte diturinë e vërtetë dhe qoftë imami i cili pra krynte detyrën tek Allahu azza wa xal dhe shpërblehej për atë që vepronte. Ndaj, të kemi kujdes dhe mos të dëgjojmë çdo kënd i cili pra del dhe mban ligjërata apo audio, por se të ndjekim ata të cilët pra përpiqen për këtë rrugë, sikurse kanë thënë selefët e këtij umetit, të cilët kanë thënë kjo fe është gjaku yt, prandaj përpiqu dhe merr tek ai i cili pra është i saktë dhe dëshmojnë njerëzit për vërtetësinë e diturisë tij. Kaq për këtë gjë, dhe shpresoj se të arrijë pra ajo që duhet tek njerëzit
dhe njerëzve t'u hapet zemra dhe syt e tyneve dhe të ndjekin njerëzit të cilët pra janë të duhurit për të shpërndar fenë e Allahut Azza wa Jall. Nga dobit që përfitohet nga ky hadith përveç se atyre dobive që i tha më lart është se ajo veprimi i parë që bëhet në këto dy bajrame pra është falja e namazit dhe pastaj mbahet ligjërata e hutbes. Gjithashtu se ai që prezanton në faljen e namazit dhe në ligjëratën pastaj dhe pret kurbanin, ta di se ky ka arritur sunetin e plot. Pra merr më shumë shpërblim se ai person i cili pra nuk e vepron sikurse ky në renditje. Gjithashtu i cili prezanton në faljen e bajramit është tregues se Allahu Azza wa Jall ja ka pranuar nëse është kurban i cili është bajram i madh, ja ka pranuar atë që ai do të afrojë tek Allahu Azza wa Jall dhe nëse ai vepron ashtu sikurse veproi sahabiu, ai është në kundërshtim me atë që ka zbritur nga Allahu Azza wa Jall. Pika tjetër është se koha e hyrjes për të prerë kurbanin është direkt mbas faljes së namazit dhe jo mbas hutbes. Pra sikurse e tha më lart që një person i cili e ka të nevojshme për të lëvizur për arsyet të sakta, atëherë ai mund të dalë nga xhamia mbas faljes së namazit, por gjithashtu mund të presë dhe kurbanin, sepse kjo është koha në cilën është e lejuar, është pra fillon lejimi i prerjes së kurbanit direkt mbas faljes së namazit. Gjithashtu përfitojmë nga hadithi se kjo ditë është ditë gëzimi, është ditë kënaqësie, ku lejohet në të që të pihet dhe të hahet, e kur e bën këtë për të paraqitur festën dhe për t'i treguar të gjithë njerëzve gëzimin që kemi, ta dini se kjo është adhurim tek Allahu Azza wa Jall. Gjithashtu që përfitohet nga ky hadith është se keci është, siç e tham, i pranuar për t'u bërë kurban mbasi mush një vit. Gjithashtu pika e cila vjen më poshtë është se Ebu Barda ju lejua që ta therr kecin e tij i cili s'kishte mbushur një vit sepse e kishte therrur gabimisht kurbanin e tij pa vajtur në xhami për të falur namazin dhe i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam i tha kjo është vetëm për ty dhe askënd përveç teje. Gjithashtu rregulli i cili e ka përmendur Ibn Daqiq al-Eid, i cili përfitohet nga ky hadith, ka thënë se çdo gjë e urdhëruar nëse bëhet në kundërshtim nuk arsyetohet. Pra, ajo që ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall dhe dërguari i tij është që kurbani therret mbas namazit. Nëse ti e bën ndryshe, kjo s'ka justifikim. Duhet që të bësh një kurban të dytë që të pranohet kurbani tek Allahu Azza wa Jall. Kurse, nëse veprimi i gjërave të ndaluara bëhet me anë të ignorancës, atëherë ti je arsyetuar tek Allahu Azza wa Jall në momentin që ti e mëson se kjo është e gabuar ose e ndaluar. Dhe atëherë pendohesh, reflekton dhe vepron ndryshe. Pra rregulli që përfitohet nga hadith është se çdo gjë që është urdhëruar tek Allahu Azza wa Jall e bën në kundërshtim me sunetin dhe me urdhën e Allahut, nuk arsyetohet tek Zoti. Pra duhet që ti ta ribësh dhe ta sjellësh që të marrësh shpërblimin. Kurse kur ti bën një gjë të ndaluar, por e bën me ignorancë, je arsyetour kur ti e mëson të vërtetën e saj, mbasi ti reflekton dhe e len dhe vepron ndryshe. Besoj se është e qartë për të gjithë vëllezërit dhe motrat muslimane. Hadithi vijues dhe i fundit që është me numër 140 عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها
ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. رواه البخاري ومسلم. Pra nga Gjundub, i biri Abdillahit el-Bajali, Allahu qoftë i kënaqur për ti, transmetohet se ka thënë: u falë me dërgurin e Allahut sallallahu alaihi wasallam ditën e Bajramit të Kurbanit dhe mbas ligjëratës, thumë pra mbati hutben dhe mbas i bëri kurbanin, u drejtua nga njerëzit dhe i tha: men dhabaha, kush e bën kurbanin para se të falë namazin, ta di se ajo e therrur nuk vlen, duhet që të sjellë një kurban tjetër dhe ta therrë mbas namazit në vendin e saj. Dhe kush nuk ka mundësi me therrë, le të therrë me emrin e Allahut, me emrin e Allahut. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pra, është thot, i drejtohet njerëzve, falyadhbah bismillah. Pra është le të therrë me fjalën e Allahut azza wa jall, e cila del se është e ligjëruar kjo lloj rënditje dhe në mënyrë të ndryshme nuk pranohet. Kush është rënditja? Vepra e parë është falja e namazit, mbajtja e ligjëratës, pastaj therrja e kurbanit. Dhe lejohet për atë që don të lëviz pasi falet namazi, që të shkojë në vendin e tij, pra në shtëpinë e tij, dhe ta therrë kurbanin. Ajo që kanë përcjellur njerëzit e dijes rreth këtij hadithi dhe kanë përfituar dhe kanë nxjerrë si dobi për ne është se gjykimi i faljes së këtij bajrami, pra të dy bajrameve, është pra sunet i theksuar. Më falni. An al-udhiya wajiba ala al-musir. Pra Abu Hanife, Malik dhe Shafi'i në lidhje me therrjen e kurbanit kanë thënë se është detyrë për ta bërë për atë person i cili pra e ka mundsinë. Për fjalën Allahut, fasalli li rabbika wanhar, dhe therr për Allahun Zotin tënd dhe falu për të. Kurse shumica e ulemave kanë thënë se kjo është pra sunet i theksuar. Dhe kjo është fjala më saktë, se më e mira është në gjykimin e kësaj sunet i theksuar. Dhe askujt nuk i lejohet dhe nuk tolerohet që ta lërë atë nëse ka mundësi që ta bëj. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: men kana lahu sa'a wa lam yadhah fala yaqribanna masallana. Thot, kush ka mundësi dhe ka pasuri dhe nuk blen kurban për ta therrur, le të mos i afrohet vend faljes tonë. Pra, ai person i cili ka mundësi për të marrë kurban dhe nuk e blen dhe nuk bën kurban, atëherë le të mos i afrohet vendit të faljes ku falemi në të, dhe hadithin e ka saktësuar Imam Albani. Pra, gjykimi i saj është sunet i fortë dhe i theksuar dhe nuk lejohet që ta lejmë pa bërë nëse kemi mundësi që ta bëjmë atë. Kaq për këto hadithe dhe për këtë temë, dhe hadithet e tjera që vinë rreth kësaj teme do mundohemi që t'i paraqesim ato në natën tjetër, pra në mësimin e ardhshëm. Lutim Allahun azza wa jall që të na japë dobi me atë që dëgjuam dhe lexuam. Allahu na bëj për atyre njerëzve kur e gjën atë që është lejuar, e bën atë, dhe atë që e dëgjojnë të ndaluar i largohen asaj. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ja shpëlbefet mirë.